deputetëve, të bëjmë pra një debat të përgjithshëm me emra konkret, me metoda konkrete, cilat mund t'jenë sfiduese edhe për atë lojën e Albin Kurti, se njerë ju ka sill edhe i pruni në zgjedhje pikërisht kur vjen Mergata, nashta na qenë e gjena i metodë, na qenë prapë në verë, ku me di që shdahni. Shishoni, Zoti Zani, ju i dini mirë strukturën e Kuvendit Kosovës. Ne nuk i kem numrat e mjaftueshëm që ta propozojmë një kandidat. Çfarë kuptimi ka emri i kandidatit kur përgjigja është e prerë që ne nuk pranojmë propozim nga PDK? Sigurisht që ne si parti kem emra të mjaftueshëm që mund ta përfaqësojnë rolin e presidentit. Edhe si shiqoni, propozimi, kërkesa është që propozimi tjetë prej PDK-s. Nuk kemi dhënë emër. Sigurisht që do t'jepnim opsionin më të mirë për mi shërby vendit me dignitet dhe për mi rujt balancat politike në Kosovë. Nuk po kërkojmë pushtet përmes postit të presidentit, po kërkojmë një president që i ruan balancat politike në Kosovë, që e mbron kushtetutën e Kosovës, e kemi pa gjatë mandatit kaluar sa ka qenë e rëndësishme të kemi një president që din ta mbroj kushtetutën, që din të mbroj edhe lirinë e fjalës edhe mediat kur është e nevojshme, dhe që i ruan balancat politike brenda. Kjo është presidenti që dojmë ofru. Një president se ne, shiqoni, qeveria është kriju, nuk po lypëm pushtet përmes postit presidentit. Ne